ta ketë propozimin për kandidatin. Pra ka përzgjidhje politike, atë është rrot pyetja se çfarë krizë kemi. E kjo rezulton se ne kemi tani krizë më shumë morale. Jo në kuptimin njerëzor fizik, por morale politike ndërgjegjës, sepse nuk po arrim ta tejkalojmë vetveten, të kalojmë kalkulimet e ngushta politike që i bërnë në interes partive dhe grupit, dhe po e mbajmë peng vendin. Dhe shini përgjithësinë njësoj si të Kurti ashtu edhe liderët e partive opozitare? Këto dy gruptavore kanë përgjithësi në raport me shtetin i kanë të përbashkëta. Në raport me partit pastaj kanë rolet ndryshme. Nëse i shohim partit nga momenti i formimit, rrethonat që kanë imponu formimin e tyre, ajo përcakton edhe karakterin e tyre. Lidhja Demokratike, si parti e parë pluraliste që u shpërfaq në kohën e regjimit kur këtu studonte Jugosllavia, për të e komunizmi jugoslav, e ka përgjithësi sepse është ndërtues atij vizionit për shtetin e pavarur të Kosovës. Partia Demokratike, parti që lindi në rrethonat e luftës, domethënë në procesin diplomatik të marrëveshjeve ndërkombëtare për bërjen e Kosovës shtet pavarur, e ka përgjithësinë e vet për të ruajtur atë vlerë që është arritur që nga lufta, organizimi i saj, diplomacia, të Rambouilleja, Vjena, pavarësia dhe funksionalizimi institucional i shtetit. Pra, këto dyja duhet të ruajnë shtetin edhe qoftë nga grupimi i lëvizjes vetëvendosje në tendencën e tyre për të instaluar një metodologji apo një filozofi politike e cila ka prodhuar polarizime, përçarje, përplasje dhe degradim vlerash. Një shtet dhe në popull që s'ka një sistem vlerash që ndryshëm, atëherë vim situatës para ministrët në Kosovë, po që s'jenë ishë më mirë se t'jenë në Shqipëri. Zoti Berisha, nesër do t'jetë seanca e radhës, se 20 në mos gaboj, përpjekja e radhës për konstituimin e kuvendit. Çfarë do të ndodhë? Ka pasur një negocim, një dakordsim gjatë këtyre 48 orëve mes palëve? Tani, me pandershmërinë më të madhe politike, po dhe njerëzore, këta po spekulojnë, po abuzojnë me oferta të zanë. Me votoni ju kryetarin e kuvendit dhe me sprovoni pastaj nëse i kanë votat për qeveri. Dhe kjo është me po të lexohet mes rreshtave, tendencë për të thënë se unë kam vota për ta bërë qeverinë, dhe tash në këtë kam vota kem pa luhatje në qëndrime të disa subjektëve të taborit opozitar, po që kushtimisht partitë që janë partitë para. Në nivel partie apo deputet të veçantë, të kampit opozitar? Tani, kur flet një deputet, që është edhe kryetar grupimit vetë politik ose të partisë vetë, faktikisht atëherë ai fol edhe si partia, po më e qartë. Po, ka marrë miratimin në një forumi më të madh të partisë. Por po shihet se duket kemi një shkëputje, po diskutojmë me deputetin e Kuvendit të Kosovës, Isem Berisha, pikërisht mbi ngërçin e krijuar prej muajsh tashmë, por çfarë do të ndodhë edhe në seancën e nesërme, do të jetë përpjekja e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, do t'ja dalin apo jo. Po zoti Berisha, jemi sërish në lidhje. Pra, tendenca tani për të spekuluar, për të abuzuar me atë se unë do t'i kem votat për qeverisjen, kjo është tendencë për të krijuar presionin psikologjik se në radhët tuaja, partive tuaja, unë veç kam njerëz që do ta votojnë. Nuk funksionon kështu. Edhe mund të ketë, edhe mund ta blesh 1, 2, 3 deputetë dhe i bën një numër të tjerë. E qartë, kanë plasur pazaret. Po, pra këto pazaret të pandershme, këto nuk krijojnë institucione stabile, sepse ja do të përballemi nesër me marrëveshje ndërkombëtare që duan 2 treta, ku do i marrin? Prandaj duhet një gatishmëri për një kompromis konsensual me spektrit politik, edhe në qoftë se janë pjesë të qeverisjes, duhet një marrëveshje politike për ndërtimin e institucione. Nëse thuhet se po bëjmë një qeveri tranzitore, nuk mund të prodhohet qeveri e cila do të na mbajë Kosovën status quo në krizës deri në zgjedhjen e presidentit. Ne nuk e kemi krizën për presidentin. Aktualisht po flasim për kryetarin e kuvendit, edhe po flasim për bërjen e qeverisë. Me qartë, po këto rezultate do të prodhojnë krizën e radhës kur të jetë për të zgjedhur presidenti i ri. Një propozimi i tillë, po, është një status quo deri në krizën e radhës, e ne nuk kemi nevojë ta menaxhojmë krizën, por kemi nevojë të krijojmë stabilitet në vendin tonë. Para pak ditësh presidenti Osmani u shpreh se nëse palët nuk do të negociojnë, pra nuk do ta kapërcejnë këtë ngërç, do t'i drejtohet për interpretim gjykatës kushtetuese. Si e vlerësoni rolin e Osmanit në këtë situatë të krijuar në Kosovë? Po tani ajo nuk e ka shefe. Unë thash se këtu ka një krizë morale.
Dhe ndonjëherë edhe përkundër faktit ta zënë presidentes që autoritetin që jep kushtetuta si faktor unifikues dhe mbi palët ka devalvuar në aspektin moral edhe pozicionin e vet, do të thoni ju pse. Sepse ka 2-3 javë ndoshta, më shumë, që ka qenë në mediat e Kosovës, gjithandej, se presidenti u takua me të ngarkuarën me punë të ambasadës së SBA-ve dhe kalkuloi atje edhe një mandat vetën si presidente me kushtin që ta shtyjë koalicionin LDK-LVV, pra me vetëvendosjen. Dhe tani, çfarëdo roli që ato që përpiqet ta mbajë rolin e autoritetit mbi palët është e kompromituar. Pra, ajo në fakt i takon ky pozicion, duhet ta bëjë, është dashur ta bëjë në vazhdimsi. Mirë, po për 5 vite që po bën gati qeverisë të kaluara, në shumë pozicione ka treguar se ka qenë edhe vetë në shkeljet kushtetues, ose si presidente nuk ka qenë kujdestare e ndonjë vendimi a veprimit gabuar edhe të qeverisë dhe parlamentit. Shembull, keni dëgjuar këto ditë të fundit ka qenë është absurde, thotë Serbia ka 0 taksë në Kosovë për mallra që është në Kosovë, Amerika që na ka shëruar dhe na garanton ekzistencën ka 10%. Ku ishte deri sot presidenti? Ose thuhet për marrëveshjet e arritura në 23-ën se janë dëmshme për Kosovën dhe statusin e saj kushtetues. Ku ishte presidenti kur këto u bën? S'ka qenë presidente? Pra, kjo është hipokrizia që po lexohet dhe që tani është ndeshur me pushtet dhe që është shumë e dëmshme për shtetin. Kështu që ajo duhet veproj, ja imponon kushtetuta të veproj, mirë po në një institucion të pa konsoliduar. S'ka çfarë vepron ndaj tij, se s'u shpërndan një parlament që s'është i konstituar ende. Prandaj i duhet të veproj përmes gjykatës kushtetuese dhe të ofrohet një alternativë, një amandament kushtetues që do ta tejkaloj këtë ngjarje që kanë krijuar pa ndonjë arsye ligjore as politike, por thjesht për tekë personale dhe kalkulime të ngushta interesesh. A shihni rreziqe në këtë situatë në cilën ndodhet Kosova në ngërç politik dhe institucional? Ju e theksuat vazhdimisht është më shumë ngërç moral që vetë liderët politik e kanë nxitur këtë situatë, por qoftë edhe në raport me Serbinë. Këtu është problemi, se brenda Kosovës ne funksionojmë autopilotin, thonë atë lloj makinave që drejtohen vetë. Nuk e kemi lestëfel të lëshuar pa dur, si e thoni ju Shqipëria, më tha identikush nga ju. Se kur e lëshon pa dur e përplasën që kanë bie kudo. Ne kemi me autopilot shtetin. Kemi ratu një bugjet, funksionojnë institucionet. Me ose pa parlament, me ose pa qeveri. Por problemi është tek raporti i Kosovës në politikën e jashtme. Qoftë në procesin e integrimit evropiane, qoftë në dialogun me Serbinë. Këtu jemi në rrezik ne. A u thas se u kërcënua presidenti i vendit? Çfarë do të hetojmë ne? Si do të hetojmë ne? Kur ti nuk ke mekanizma institucional stabil që mund ta kryejnë këtë funksion. Sepse nuk është çështje që duhet merresh me Facebookun apo me një atje anonim që ka shkruar një email ku ta diun. Kjo është problemi i sistemit të sigurisë kombëtare, sigurisë të rrjetit, frekuencën për nga e marrim ne atë impuls. Me çfarë linjash, sa jemi të përgjuar dhe të monitoruar nga kush. Pra, gjitha këto bashkë janë elemente që degradojnë kur ti nuk ke institucione funksionale, kur ti nuk ke diplomaci dhe ajo dhe ashtu ka qenë degraduar, por tani s'funksionon fare. Dhe si mund të funksionojë një shtet, ose fare të quhet shtet, kur s'ka komunikim ndërkombëtar diplomatik me asnjë shtet botës. Tani sa muaj u bën, mbi 3 muaj u bën tani pa bërë institucione, e kështu kemi qenë edhe sa ku kaluara, në ja 2 vite i kemi humbur pa diplomat kur janë të gjithë. Pra, kjo është një situatë alarmante. Pse ne ende nuk po e kuptojmë seriozitetin e të funksionuarit si shtet. Dhe po tolerojmë këto hapësiras, unë mendoj se në popull dhe shtetet formuara, me kulturë shtetërore, me koncept institucional, funksional, kjo nuk do t'ishtë toleruar. Këtu qytetarët do t'a kishin marrë fatin e vendit vetë në dorë dhe do t'a impononin një sjellje tjetër të politikanëve. Nuk janë aty për të mashtruar, nuk janë aty për të shfaqur hipokrizinë e mbeshur me pushtet, por janë aty për ta respektuar votën qytetarë dhe vullnetin e tyre. E qartë, ne në Shqipërisë na merrni dot si model se nuk kemi ndryshim. Ju falenderoj shumë, zoti Berisha. Faleminderit edhe ju. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.